Pini një lugë vaj ulliri në mëngjes dhe do befasoheni me rezultati. Vaji i ullirit është konsideruar si një nga mrekullitë e natyrës për shkak të vlerave ushqyese dhe dobive që mbartë. Sipas studimeve të ndryshme thuhet se një lugë gjedhe vaj ulliri i papërpunuar në ditë mënjanon një sër problemesh, përmirëson lëkurën, flokun dhe të gjithë trupin. Vaji i ullirit parandalon shfaqjen e sëmundjeve kronike dhe sjell përfitime të tjera shëndetësore si mbron shëndetin e zemrës. Sipas studimeve thuhet se vaji i ullirit ul mundësinë e shfaqjeve të sëmundjeve në zemër me 41%, për shkak të elementit që përmban dhe normalizon nivelin e kolesterolit në trup, përmirëson sistemin imunitar. Vaji i ullirit përmban antioksidantë që mbajnë sistemin imun të sigurt nga infeksionet, ndihmon për të rënë nga pesha. Vaji i ullirit përmban yndyra të shëndetshme që mundësojnë djegjen e yndyrnave trupore në mënyrë më të shpejtë. Ai redukton edhe humbjen e jetës si pasojë edhe problemeve kronike, citon health.com.